Ka filluar sot pas pushimeve dimrore procesi edukativ arsimor në shkollat e Kosovës. Pushimi dimror filloi nga 26 dhjetori i vitit të kaluar dhe sipas kalendarit shkollor procesi mosimor duhej të rifillonte me datë 8 janar 2026, por për shkak të rresheve atmosferike që sollën vërshime në shumë prej komunave të Kosovës, fillimi i gjysmëvjetorit të dytë u shtyje për datën 12 janar. Vlen të ceket se ende disa komuna po përballen me kushte jo të mira atmosferike, çka ka bërë që fillimi i procesit edukativ arsimor të shtyhet edhe për disa ditë. Ndërkaq në një përgjigje përmes telefonit, shefi i arsimit në Drejtorinë Komunale të Arsimit në Gjakov, Zymer Berisha, është shprehur se procesi mosimor ka filluar me rregull në të gjitha shkollat e komunës së Gjakovës. Ngrohja qendrore ka qenë e kyçur qyshdje për të mirëpritur nxënësit sot. Deri në pushimet pranverore me llogaritjet e fundit, nxënësit do të kenë 58 ditë mësimi. Pushimet pranverore do të jenë nga data 7 prill e deri më 10 prill. Kujtojmë se nga Ministria kanë bërë të ditur se 2 ditët e shtyera të mësimit të këtij gjysmëvjetori do të zëvendësohen në data tjera gjatë vitit shkollor 2025-2026.